Brother Radio. Një natë, ditë, javë të re nisim në Big Brother Radio, duke ju uruar të gjithë besimtarëve musliman gëzuar se sot është nata e Kadrit dhe e di se sa e rëndësishme është për ta. Tek emisioni paraardhës erdha me hallf edhe Don Fenomen që është me mua sot. Tha Lona sa të mbaroj dhe unë emisionin tha do ta provoj tha. Ti përket besimit musliman? Jo, ne jemi të krishterë. Se jeni shkodran, katolik. Po jo, e di pse pyese, për shembull burri im është ortodoks edhe sot majti agjeroi edhe tani Gja e bukur është, edhe unë nusën e kam ortodokse, vjerën e kam muslimane, kështu që Kjo i festojmë gjitha. Kjo na ka bër Edhe juroj gjithë atyre që janë duke agjeruar një agjerim të lehtë. Zoti ja u pranoft inshallah. Klum të goja, po thoja Për që shumë ne si popull na ka karakterizuar fakti që i përkasim besimeve të ndryshme, po jetojmë në harmoni të gjithë bashkë edhe kështu. Është gja e madhe, krejt bota e vlerëson të na. Zonja dhe zotrinj, për ta prezantuar ashtu siç e meriton, një nga eprat më të mirë të reperit të hip-hopit shqiptar, Don Fenomen me mua në Big Brother Radio. Përshëndetje. Apo s'ka ardhur edhe me 100 shok. I përshëndes edhe çunat cilat janë në backstage edhe bëhemi bashkë për të çuar përpara programin Big Brother Radio. Don Fenomen është këtu se këngët e tij kanë qenë hitet një pas njëshme, kur i lexon karrierën dhe bion e tij thuj shumë hite, shumë miliona klikime, por është këtu edhe për një tjetër arsye, se është mik, shok, shumë shok. Më shumë je i Rogertit apo i vllait Rogertit? Apo i gjithë familjes. Shëve, duke i pas kushëri, edhe Gjulio vllai Rogertit është paka shumë mosha ime, se Rogerti është i qik më i madh. Normal kom pas shoqni me Gjulion më shumë, po. Okej. Shkoj me të dy se. Ne do të flasim së bashku sot për një emision që i përket post Big Brother, post Prime-it të së shtunës, Rogertit në veçanti që pati këtë ballafaqim të themi të bukur me vllajën e tij, me cilin ka treguar që kishte vite pa folur edhe që ja tek janë të dy bashkë. Po para se të fillojmë të shtrojmë këtë histori me njëri tjetrin, nga ty ç'bëhet së fundmi, çka ka të re? Jemi duke punuar në disa këngë ndryshme, disa bashkëpunime, edhe veç po bëhemi gati për verë. Po bëhesh gati për verë, dhe kur thua po bëhem gati për verë, ke fjalën për hitet që në përgjithësi i përkasin verës apo ka? Përkasin sezoneve verore, po paka shumë se duke u nxjerr koha, nxjerret edhe muzika, nxjerret edhe perspektiva. Je vetëm apo në bashkëpunim, se së fundmi bashkëpunimet kanë qenë kështu breshëri. Shumë faleminderit. Edhe bashkëpunim edhe vetëm, po tani veç jemi në fazën e punës, shumë shpejt. Ka të reja, ka 1, 2, 3 këngë, ka një album. Paka shumë, kam një vit dhe me që jam marrë me album, kam incizu shumë këngë. Po, pra, qite një. Po do e nxjerr albumin, se s'bëm, po thjesht kam incizuar shumë këngë dhe kam shumë koncepte. Shëve na binjakët fillojmë 4-5 gjona prej herë. Binjaki në horoskop? Sa shenja ka horoskopi? Si ju përgjigje Rogertit, po ne do të ndajmë bashkë edhe momente nga Prime-i ti, po dhe nga kuinci i inteligjencës që u bëjë më larg se dje, dhe që mësuam që luvri i përket Gjirokastrës son të dashur nuk e dinin fare. Rogerti na i tha këto dhe të tjera, se bëj shakat, do të jemi në Big Brother Radio deri në orën 21, për momentin ka publicitet. Dhe fare vetëm dashurin që humbi, duke kërkuar si erdhi fundi, e ke ti tani. Bravo Çote, bashkëzanin e mrekullueshëm. Jo, e bëra kështu si ky iTunes si këtu. Se nuk i afrohemi ne Eli Farës edhe ikonave të që e kanë kënduar këtë. Po pjesa jote si është, se më thanë shokët e tu, po doni s'do kënoj fare sot? Ha njerë. Atë kujtojnë vitet barë se për mua pak e trisht, flaka dashuris ka ershuet si surpriz, a ekziston vërtet apo iluzioni saj, te gota e rakis rrën blefi që po maj. Ka gota e rakis. Miq të dashur, jo gota e rakis, por gota e kolagjenit, se kur kalojmë të 20-tat, kolagjeni në trup natyralisht fillon dhe bie, kështu që ne kemi nevojë për suplemente, për mikun ton më të mirë të
kockave dhe të nyjeve për të patur lehtësi dhe komoditet në lëvizje dhe sigurisht siguri në pamje. Është Collagen Pro Plus, i cili prej disa ditësh është pjesë e rutinës time dhe realisht ndjehem më e lehtë, më e freskët, më e fortë, ndihmon kockat dhe nyjet, ushqen lëkurën, rrit energjinë, ndaj duhet ta përdorni Collagen Pro Plus, i cili është një pije që merret 7 gram në ditë, hidhet në një gotë 7 gram ose ndryshe një lugë gjelle, përzihet për 1 minutë, pijeni para një vakti dhe do ndjeheni gjeth. Kur ju them gjeth me Collagen Pro Plus, i cili vjen kaq natyralisht dhe përmirëson menjëherë organizmin, metabolizmin ton. Merr kështu suplemente, shkon palestër? Kam pashu dikur palestër, por kote fundit duke pa Big Brother. Duke pa Big Brother, po marrim çikile si Rogerti i vit i dashur që ti thej Rogerti ka humbur çakile. E di tani ka humbur, po kur ka ardhur Engji bashortja në studio dhe tregonte fotot nga dasma, Rogerti ishte skelet. Skelet, po. Wow, gjithaj po trup elegant. Gjithë kur martohen shnosh. I ratohen, Ishte shumë i bukur për ty në temë tani dhe për të folur për ballafaqimin e Rogertit dhe Xhulios. Një herë na preku zemra duke treguar se si prej 4 vitesh nuk fliste me vllain e tij. Nuk është një histori e padëgjuar shqiptare, por kur e ndan me njerëzit edhe kur e ndan me një publik siç është ai Big Brother, tregon shumë guxime dhe kurajo. Big Brother ja mundsoi këtë takim edhe ja tek shohim, rishohim edhe një herë tjetër. Si e shikon? Aty ka një mur xhami. Dhe dikush sonte ka ardhur për ty. A qave dhe ti kështu do ta kalosh atë mur xhami, të dëgjon. Deri në momentin që të them unë. Xhulio ka ardhur sonte në Big Brother, vllai i Rogertit. Ço. Rogert, vllai yt është aty sonte, çfarë do t'i thuash? I love you, bro. Do vort. I'm sorry për çdo gjë. Fal për çdo gjë që të kam bë. Gjithmonë kam me kënë më i bukur se ti mos harro. Por më i keq se ti gjithmonë. Më i bukur jo, po. Unë do të për çfarë fort pak. Jo, atë do ta vendosi Xhulio pasi ti t'i thuash ato që ke për të thënë. Bro. Më fal për tana gjana, vlla, materialet vinë shkojnë. Thjesht du që ti më dush mu njësoj si që ke dasht. Do fenomen dhe ti po emocionohesh tani në studio. Është një gjë di më thonë. Gjaku zbat ujë. Gjaku zbat ujë. Blood is thicker than water. Do you understand? Oh. Ne s'kena fol. Por në heshtje për herë kam supportu. Unë kam folë me mami, me babin. Dhe në fakt them edhe unë që kam patur disa kontakte me Xhulion për ta patur në emision edhe për të mësuar më shumë rreth historisë së tyre, po pasi pam këtë ballafaqim tani kuptuam të gjithë që vërtet gjaku nuk bëhet ujë, si i themi ne shqiptarët, edhe se i fali çdo gjë Rogertit për të çuar përpara marrëdhënien e tyre vëllazërore. A din kur një person bën ndoshta një gabim edhe të met hatri me të, sidomos kur ke familje, sa do i mërzitun që me kënë, gjaku është gjak, a kupton edhe ti mundesh ndoshta nga hatërmetja mos me fol, mos mu përgjigj, me nejt i ftofta, a kupton, por sidomos kur futet ndoshta dikush tjetër në ujë, direkt gjaku, a kupton, nuk patjetër, si ishin përjetimet, çfarë than familjarët, si e keni prit ju këtë ballafaqim mes dy vëllezërve të cilët prej vitesh nuk i flisnin njëri tjetrit. Për çështje materiale, tha Rogerti. Janë shumë gjana ka herë. Janë vërtet shumë të lidhur me njëri tjetrin? Gjanat materiale nuk janë aq rëndësishme sa ndoshta është fjala e fundit që thuhet e para ose keq kuptimet, a kupton? Ka herë janë hatërmetet edhe më të thella thjesht për lek ose toka ose çfarë. Si kanë qenë përjetimet në rrethin tuaj, në familjen tuaj, në shoqërinë tuaj pas takimit të Xhulios dhe Rogertit? Na ka ardhur mirë sepse me siguri, normal, Xhulio është krenar për vllain e vet që është tu bë diçka pozitive në jetën e vet dhe tu kallëzu një ndryshim, a kupton, edhe
ne jemi ndjesh shumë mirë dhe jemi kënaqur kur kemi Ti thua diçka pozitive që po bën ai dhe kur kjo video të publikohet në Instagramin e Top Albania Radios, jam i sigurt që me komente do të jenë një pjesë e mirë negative nga këto që po ku e ka pozitivitetin ai, po ai kështu. Pavarësisht se personalisht unë mendoj që Rogerti, përveç se është një nga lojtarët më të fortë, ka bërë dhe këtë kthesën që Big Brother të mëson. Në kuptimin është bërë një better person, një person më i mirë, edhe nëse dikur i thonim antagonist, sot ai është një nga protagonistët. Ju si e keni prit në shoqëri edhe në familje këtë kthes të themi të Rogertit? Unë mendoj për Rogertin ka qenë një lëvizje shumë pozitive për jetën e tij, është një mundësi shumë e madhe, edhe ai është të përdor në mënyrën më të mirë, ndoshta loje nëse ajo muhabet tjetër, por jam të thonë në thelb fakti që Big Brother i ka dhënë një mundësi me bë diçka më të madhe edhe më pozitive, po e shfrytëzon. Po t'i japim zë kësaj këtu mes vëllezërve përmendet edhe emri yt, si është Doni, si është Don Fenomen. Po, sepse ka qenë vogël, një ditë do pajtoshim, do fliqim. O vlla, ti kam fal tana vlla se unë do fitoj bikun në jetën për rregull do bëj lekë ta do. Sa shi lezetu. Unë do fitoj bikun dhe do të laj dhe forxhet. Edhe do t'jap më shumë. Ti vetëm ta fitoj. Njerëz sa po thej që ka një zemër të mirë shumë. Se çaj je këtu me tregu. Ti je këtu me tregu. Ata tregojnë. Për ato njerëz jashta, si sa herë bish poshtë, Gjithmonë, do ngrihesh prapë. gjithmonë. Je pa milioner 2 herë në jetën i ke hollan gjitha. Edhe aty jam zgënjur me ty. Aty. Çfarë ka dashur të thotë Giulia, je bër 2 herë milioner në jetën tënde dhe ke humb gjitha? Është vërtet, Rogerti ka pas një sukses të madh në jetën e vet, por thjesht ai e ka thonë, nuk do të thonë ka I lujti Bixhoze, kuptuam që i humbi. Po si i bëri këto miliona? Rogerti është shumë i shkaftë, edhe ka punu gjithçfarë punës, gjithçfarë, a kupton, ka qenë një nga kryesorët, s'po du me thonë cilën kompani në Londër dhe ka qenë shumë i suksesshëm. Po fitova tha dhe supervisor, best supervisor of the year, diçka e tillë. Edhe nuk, me thonë drejtën, ajo që e ka pas adrenalinën të lojrat e fatit, ajo e ka lënë mrapa, se djali është shumë i shkatë, edhe në një mënyrë Big Brother në trajton sikur një loj fatit, edhe si shkon all in. Edhe nështë për diken është i fije e ranë, por ai do me fitu. Kështu që ashtu e ka. A mendon ti se do e fitoj ai këtë Big Brother? Ai ka fitu shumë deri tash. Edhe sikur çfarë që menoj, deri sot ai ka fitu shumë. Është ai djali që ra dhe u ngrit, do të thuash ti, që humbi miliona, por që i fitoi dhe u ri më këmbi, që ishte vetëm dhe krijoi një familje dhe që edhe kur ka pasur probleme me familjarët e tij, ja të kësh dhe me vllajën e vet, dhe gjitha këto të mira, unë besoj që ky Big Brother vërtet i për jetën e tij ka pru shumë gjëra pozitive deri tash, pavarësisht loja është e rënë, po loja është lojë, s'ke çfarë më bë. Si tha një ditë një zonjë, është një Squid Game, tha që shkoj publicitet, kthehemi pas pak me Don Fenomen. Po e ftoj në emision, po gjën kohën për të ardhur edhe do t'ju bëjmë një program të bukur dhe elit, mund të hysh dhe një çik mik. Po. Që të vi çik bashkë. Do ta pës. Do t'ju flas tani për Lita Construction për të gjithë ju që jeni duke kërkuar apartamentin ideal. Dhe kur them ideal, më besoni, apartamente luksoze, moderne, të thjeshta, por të ndërtuara me cilësi maksimale në rezidencat e ndryshme të Lita Construction që janë në fund të bulevardit të ri, që nga sheshi Skënderbej deri atje shkon 10 minuta në këmbë dhe maksimumi 5 minuta me makinë, ndoshta edhe më pak se rruga është thjesht drejt. Lita Construction, fiksojeni këtë emër sepse ka materiale premium të përzgjedhura, izolim maksimal, dritare cilësore, planimetri funksionale. Por, çka është më e rëndësishme është dhe mundësia se si ju e paguani apartamentin që blini, financim me bank pa kolateral ose pagesë me këste direkte pranë kompanisë. Unë ju them të zgjidhni cilësinë, të zgjidhni sigurinë, të zgjidhni bukurinë. Për ata prindër që janë me fëmijë, sa kopsht të bukur kanë të krijuar në rezidencat e tyre Lita Construction, besojeni këtij emri, telefonojini, shkruajeni në Instagram, ju përgjigjen në kohë rekord dhe ju japin të gjitha përgjigjet që ju nevojiten për të bler apartamentin tuaj, se me ble një shtëpi duhet me u menu. Po në rastin konkret hiç, Lita Construction
Tashi, kthehemi. Edhe tha bëj të fala, tha Don Fenomen, tha. Po flasim për një Roger që Don Fenomen po thot edhe sikur të mos e fitoj çmimin e madh, gjë që shoqëria dhe familja e tij e beson shumë që ai do të jetë në finale dhe që do të jetë triumfuesi i këtij Big Brother, por për ta parë edhe ndryshe, mjafton që në këtë Big Brother mori të gjitha këto gjëra që sipër përmend. Shëva, faqja e tij ka dikun tani për momentin afërsisht 20.000 followers, edhe ka 10 milion, gati 10 milion, paka shumë 9 milion e gjysmë. Ato klikimet mujore. Që i shofin, që njerëzit që vinë të faqja, ja shofin i kemi me... Po. So, Ja të mendosh, kjo kënga për shembull që ishe me Eli Malaj, numëron rreth 10 milion klikime, publikuar disa muaj më parë. Hyn Rogerti Big Brother, ka 2 muaj aty, ka bë 10 milion klikime. Bravo i qof. Ja, pra, si është puna Big Brotheri. Po si është puna ndonjëherë, me thënë kanë një shikueshmëri dhe një viralitet të jashtëzakonshëm në rrjetet sociale. Edhe pse ndoshta ka disa njerëz që janë i çikin axhor edhe ndoshta nuk e kanë qef edhe thojnë Rogerti po menon që po bën namin aty jashtë apo në fakt po e bën namin se numrat po e kallzojnë atë, po disa njerëz edhe po pra, si komenton ti ata njerëz të cilët lën komentet negative, të cilët nuk e pëlqejnë, se është normale të pëlqejnë dhe të mos e pëlqejnë. Ata që në fillim kanë thënë ç'është ky që ka është në Terezi ky, dhe tani kanë ndryshuar mendim që është një lojtar i fortë që po përballon situata, po krijon edhe vetë dhe po përballon vetë situata. Domethënë si e komenton ti faktin që njerëzit e duan ose duan Rogertin? Disa njerëz janë i qik më falcon vetë dhe kanë qef botën pak bukur, belule, me djedhin e fort, me det, me gjona, po ka i herë bota shumë e trisht, është me stuhi, me shit e egrë, që ato mune, me borë, a kuptan edhe nuk janë gjithmonë gjanat aq të mbrojtura si munoj njerëzit me shprej vetën televizion. Rogerti është raw, është domethënë ka stilin me ta plas direkt realitetin. I drejt për drejt, nuk din më shku, si me thonë, rreth rrotull qarkut për marrën çadër del direkt, a kupton edhe këtu është komplet ndryshimi dhe disa njerëz që janë të tillë, për shembull, sidomos mosha që janë i çik më të vjetër i pëlqen, sa ashtu janë edhe ata. Disa njerëz për shembull që janë i çik më të drejtë. Çfarë do thoje ti për ata që kanë kthyer mendim, që në fillim kanë qenë, për shembull, ja ku e ke përballë. Kur ka ardhur Rogerti ditën e parë, unë kam thënë nuk do doja ta intervistoja. Ndërkohë intervistova gruan e Rogertit, shokun e Rogertit, të bëra vllai, gati më intervistu vllain e Rogertit. Për ne që fuzë vetën këtu ke ky grupi që jam gjaliaci i Rogertit, jo shok. Po pra po, familjarë, e shokët, jo, e kuptova. Po thosha që për ata që ndryshuan mendim për Rogertin. Ta ndroj edhe ty menin duket. Ma ka ndru, po. Është sindromi i Stockholmit ose sindromi i Big Brotherit. I Stockholmit jo, po i Big Brotherit po. Okej. Shifë, aty mrenda njerëzit janë të dhanë maksimumin e vetvetes për me fitu, a kuptan. Edhe ky është fut në lojë me stil Machiavelli. Stili Machiavelli do më thonë mos mi gjyko aksionet tani, por ma shif fundin që du me arrit, a kuptan. Edhe në fillim është gjyku shumë për shumë gjana, por ka dal i kanë dalën pa. Edhe ka fillu të zbardh, ajo vërtet, që sa do ashpër ose eger, ose drejt për drejt ishte në fillim, sa ai nuk dite nështë me mlu, ma vonë njerëzit kanë fillu të e kuptu që a dhe qa nështë e ka drejt. Mos është më shumë stili Jokerit se i Machiavellit? Jo i Jokerit, por aty në Big Brother, më shumë mundësia i mundet me qënë Jokeri, por kur je fëmijë e pëlqen Batmanin se është pralla, kur rritë e kupton që Jokeri e kishte më shumë drejt. Ai është më shumë Machiavelli aty mrena, dhe nuk ka, domethënë, përfitore, do japin maksimumin e vet, do shkojnë all in every time. Cilët janë shokët më të mirë të Rogertit në Big Brother? Shokët më të mirë është... Se ndonjëherë duket sikur, tani unë e kuptoj që ka krijuar grupin e vet, po ndonjëherë
se di kë ka sot dhe se di kë do gdhijet nesër, se është i paparashikueshëm ai brenda një Big Brother i kaq paparashikueshëm. Unë mendoj Kush mendon ti duke patur kaq afër që vërtet e ka? Mirën e ka më shumë shok se gjithë. Ta shpjegoj pse. Ma shpjego pse. Se edhe te 48 rregullat e pushtetit thotë bën armikun shok se do të bëhet më shok. Se kurse kur një shok bëhet armik, bëhet më armik. Keep your enemy. Okay. So mendoj që me Mirin është atë ka më shumë shok. Me Juele normal atë ka ortake në lojë, se me atë ka fillu dhe është shumë besnik Rogerti. Nuk e lëshon, a kupton? Jo, nuk e lëshon hiç. Nuk e, domethënë kur t'ja jep besën, nuk e trahton. Pra ti thua që Miri dhe Juela janë mbështetësit më të afërt të Rogertit në lojë. Edhe se ka Edisa? Edisa, po. Edhe Edisa. Ai grupi i tyre, grupi i tyre. A mendon se marrëdhëniet e tij me banorët janë të sinqerta apo është pjesë e lojës së Rogertit kjo? Edhe na e shohim nga jashtë, për shembull, e shohim kur kanë gjithë aty, jo vetëm Roger, po gjithë kur kanë momente që janë super vërteta, për shembull, kur erdhi Stenaldo, aty edhe i foli Rogertit, ta merrti shumë mirë që të erdhi vllai. Pra ai ishte një moment jashtë Big Brother. Edhe gjithë kanë momente të tilla që kallëzojnë atë pjesën e zemrës, por 99% kohës është Squid Game. Është Squid Game, është lojë pra, është lojë, është all in në lojë, sepse më the pak më parë që e konsideron edhe kështu si gamble. Po uroj shumë të mos i kthehet më ky gamble dhe të jetë gamble i tij i fundit. Deri tash ka jetë shumë mirë, ka fituar shumë deri tash. Unë shpresoj që ta fitojnë krejt, pse jo, se ai është komplet me mishë me shpirt mrena lojë. Nuk dën me bë, domethënë e ka marrë formatin e Big Brother dhe do ta përdorin në maksimum. A ka marrë vendime të zgjuara Rogerti deri tani? A është Rogerti një djalë i zgjuar? Mendoj që po, dhe mendoj që është 2-3 hapa më përpara, edhe nëse ka pas një strategji, ai do mundohet deri në fund me arrit strategjinë e vet. Edhe nëse diçka ndryshon, do krijojë një strategji tjetër, por Benoj, ato arritjet e veta i ka bë deri tash. Se përmendë fjalën strategji, ka hyrë me strategji apo puna ja ka lënë si më thën? Ai ka pa lojën si për dikshmërisë të shohë ku do të pozicionohet dhe çfarë do të bëjë. Ai ka pa lojën si është dhe e ka vazhduar sipas është edhe sipas momentit, a kupton? Ka herë dëgjon anullin momentale. Për shembull qartë. Dalje, hyrje. Po luan Rogerti sipas teje don fenomen një lojë për ta fituar, një Big Brother për ta fituar apo një Big Brother për famë? Jo, mendoj që atë lut për me fitu. A kupton? Është shumë e qartë që do të fitu. Por edhe pjesën e famës ai nuk është jashtë për me shiju famën e vet në kuptimin e fjalës. So nuk mrena atyre 4 muajve unë mendoj që ai është të dhënë maksimumin me fitu lojën, nuk ke çfarë më dhënë për famë. Ja, për shembull, një nga frikrat që i kam unë atij njeriu është që do dali nga shtëpia. Kështu, se ja dha. Edhe nuk e dini se do ta bëj këtë. Fjala vjen. E bën për strategji, e bën për të rasye, e bën për këto klikimet, e bën për famën, e bën si pjesë të lojës që të shkojë deri më larg në final. Domethënë, si ta kuptojmë neve këtë njerëz more që ka shumë ngjyra. Ky person është epitemia e Big Brotherit. Nëse do më di ç'është Big Brother, edhe nëse dikush do të më fitu Big Brother, do të më dhon maksimumin sikur ka dhënë Rogerti, sikur ka dhënë Luizi. Po mirë, maksimumi është edhe me sha, edhe me ofendu dhe me bullizu. Po ka sha tash, ku ka sha. Tash me këtë që the ku ka sha, do të nxin me komente. Ore, shamet janë shame. Shamet janë shame. Tani unë nuk dua ti përmend se do shta bëj dhe ndonjë gabim, edhe domethënë jo, po se ka thënë kështu se gjithmonë ka vend pastaj për edhe nuk më pëlqen të jem pjesë viraliteteve. Asbua s'u pëlqen pra, unë besoj di nuk e di që ka shokën, unë e di që ka luajt Big Brother. Po e tha mrapa, tha pse prekesh për vajzë, jam të thon për lojë, unë nuk ti më njëro. Si bëjmë në jetën e përditshme nëse dikush do na thotë kështu?
Në jetën e përditshme Sa i reality show është, pavarësisht se kemi lojë, strategji, më thënë tash. Nuk kemi në Big Brother do në jetën e përditshme. Sigurisht kemi. Në jetën e përditshme 99% përveç gocave aty s'mundet mi fol për shogertit ashtu, realisht, po realitetin tash, volemi çik. A kupta? So 2 metra gjat, jo për gjash, sa ja rush. Po goca çfarë i kanë thënë Rogertit? Jo goca tash se di çfarë kanë thënë. Çfarë kanë thënë goca? Pra ti the, s'mund më me i fol Rogertit ashtu. Jo veç gota, në përgjithësi, çuna gjithë, a kupton? Shikoj, di çfarë do bëjmë ne të dy? Do flasim tani unë do flas për Max Optikën, ndërkohë që çunat më bëjnë gati quizin e Rogertit se ishte ky i zgjuari, ky i mençuri, ky pas pak. Tani, Max Optika është gjithmonë e para në stil. Sjell gjithmonë koleksionet e reja Spring Summer 2026. Dhe lajmi më i mirë është që për pak ditë në një ofertë të limituar deri në 50% ulje, gjeni aty syzet që ju dëshironi, ose të vizitoni në një nga dyqanet e Max Optika që janë kudo ku ju jetoni, në Shqipërinë, Kosovë, Maqedoni, ose të klikoni maxoptika.com, të bëni porosin tuaj dhe me delivery shumë shpejt i keni në shtëpi koleksionin e ri Spring Summer, vizita okulistike, them që është falas. Po thosha, ta transmetojmë pak quizin e Rogertit edhe të themi edhe ca fjalë të fundit për sonte për të shive tani. Luan aktualisht me Sunderlandin në Angli, kapiteni kombëtare së me origjinë shqiptare. E kisha më në trumë. Çuna kush është? Shaqiri apo Xhaka? Ai Arsenalit. Xhaka. O zot kur të bllokohet truni. Aha. Xhaka. Ata desha unë, more, desha Louvrin, more, ku është Louvri, more, se e kam parë 2 herë dhe s'besoj që e kam parë në Paris. Tash i to ashtu tall. I tha mirit o Gjergj Fishta kur ishin të dhoma atje. Ashtu tall, e bën edhe për loj pak. Bën mu bë virali çik. Ha, kupta. Pra ti thua që kur ka thënë Louvri është në Gjirokastër, e ka thënë vetëm për viralitet, jo se nuk e dinte. Do mu bë viral, atë më do primen që nuk e din kush e ka shku lahutën e Balsis, ai tash e parë thot për vendin tonë e thirri mirin në Gjergj Fishta. Do mu bë viral djali, s'ka faj. Është pjesë e lojës. Po mirë ashtu qoftë. Kam edhe një foto tjetër. Okej, 1 minut, so si mas renditjes, kush ka dalë më inteligjenti si mas pyetjeve? Okej. E di sa e dytar tan kola i treti. Okej. S'është fare. Ka dash me i lëm vendit e para shokëve të skuadrës tua? Po s'bëhet llaf. Shse. Bajlojna, po thjesht ka dash edhe me bë pak viralitet. Se tash komon, ai sa i tha mirit o Gjergj Fishta kur ishin aty. Duke si Gjergj Fishta, tash nuk e di ka kush është lahuta. Muzeu Louvrit. Hajde, po them Louvrit. Hajde, po them çfarë them unë ty Gjirokastra. A është për qesh do në fenomen fal. Është total dhe se gjithë bota e ditë që Paris, France, ku janë vjell diamantat. Nuk është. So, a e din kush është Machiavelli, po se di ka ku është si thuti? Se di, as për diamantët se di. Janë vjedha aty. Dgjoj, çfarë mund të themi në fund për Rogertin dhe këtë Big Brother? Unë tham që aty janë gjithë mrena loj, edhe e kanë egzagjeru të gjithë. Të janë ishtu përmen edhe nipqen tim që ja përmenin Rogertit, edhe nështë për para lojën negativ që e ka ba, se e ka thonë që në fillim do e luj, se ka thonë ugly, the ugly, the bad and the good, po, dhe nisi super i keq edhe i mirë, pra ai është u boj mirë, këta tjerët janë të bë të këqi, so tash kjo është diferenca, por qa nun Big Brother made Big Brother, a kuptan, kur dalin, krejt do jenë show, krejt do jenë, menoj unë, se e ka kallëzu edhe viteve tjera, se prap do bashkëpunojnë bashkë. Çfarë ka një gjë për Rogertin që ne nuk e dim? Rogerti ka shkru Lahuta Malzis. Jo, ka shkru lahutën e Big Brother. Rogerti është tek shkrus, ka shkru shumë kam për qef, poezi. Njëherë kemi ba dhe një rap battle kundër njëri tjetrit për qef. Edhe ka si hobi me shkru tekst, por nuk është se e merr seriozisht në ai gjë, por nështë edhe ke vullë re mrena. Jo, po ta pagush ti edhe e merr seriozisht ai. Se shudi. Tash është
mendoj që Kur dali, ndoshta edhe do ta provojmë, ta teksti shohim. Robert Stërkaj. Po, ta shohim. Kënon Don Fenomen. Sponsorizon Giulio. Falenderoj shumë që ishe me mua sonte. Kënaqësi, Uroj shumë më të mirat që jo vetëm për Rogertin, po për gjithë banorët cilët sa vjen edhe bëhet më ashpër gara, qëndrimi, edhe ditët e fundit janë gjithmonë. Edhe thom mos merrni asgjë serioz që është aty mrena, se mrapa gjithë të rregullohen, s'ka asnjë. Mos ta marrin fare seriozisht, thua? No man. Veç shkoni për fitore, ndeni fjalë të tepërta se janë fokralla, këtë i ka. Faleminderit që ishe me mua sonte. Të pres në studio kur të kesh këngën e re, klipin e ri dhe albumin që më thënë Me fillim. shumë kënaqësi. Kemi një verë përpara, kështu që do t'i ndajmë bashkë të gjitha të mirat edhe sukseset. Faleminderit dhe shëndet në familjen tënde. Shëndet në Të fala dhe familjes Rogert. Fala. Faleminderit që na dëgjuat. Big Brother Radio rikthehet nesër mbrëma me Atalanta Kërçukun, ndërkohë që unë nesër në orën 18 jam me Salsanon në Ndryshe dhe me ne do të jetë Greta në Ndryshe nesër. Faleminderit edhe një herë tjetër. Natën.